Zifo, a jeni të gatshëm me 15 prill me votu kryeparlamentar që më konstituu kuvendi edhe duke qenë se keni refuzu ftesën e vendosjes, a ka qëndrim të parafrim të qëndrimeve me partitë opozitare, jeni të gatshëm me hym qeveri me ta? Para punës urime, deputet Lidhës Demokratike të Kosovës për regjistrimin procedural, disa në mandatin e 7, disa në të 6, disa në të parin, është pasuri e madhe politike, sa për këtë pyetjes dytë, një kryetari i kuvendit që si ka 61 vota për veti, s'do të jetë kryetari i kuvendit radhë të parë fare. Pra minimalisht do t'i ka 61 vota me pas shihim për gjëra tjera. Qëndrimet e LDK-s besoj i keni mësuar tashmë, janë të njëjta si para fushatës, gjatë fushatës dhe pas fushatës. Nuk besoj që keni diçka të paqartë këtë drejtim. Po ako parafrim me partitë e tjera të këtyre qëndrimeve? Nuk jemi në atë fazë, proceduralisht e dini që me 15 prill bëhet petimi, më pas bëhet propozimi i kryetarit kuvendit, konstituohet kuvendi pas zgjedhjes së kryetarit të kryesisë së kuvendit, e njohim të drejtën e plotë të partisë së parë në këtë zgjedhje që të provojë të bëjë shumicën, në qoftë se nuk e bën, pas 15 ditëve Kushtetuta e Kosovës është shumë e qartë, jep drejtë secilës parti që dëshmon para presidentës se mund të bëjë shumicën ta bëjë një gjë të tillë. Nuk kemi rrinë në atë pikë, do të jem pas transparent edhe konsistent para jush edhe për këtë çështje kur të mrrim aty. Ju falenderoj shumë. Punë të mbarë, suksese.